Teksti në anglisht. Learning how to take nothing personally will change your life because most of what people do, it has nothing to do with you. Let their mood be theirs, your life is yours. That's where you take your power back. See, one of the biggest ways to lose your peace of mind is to give someone else yours. That's why you're picking up on a tone. That's why you feel like you have to manage their mood because they seem like they got it together, but then they're acting so weird. That's why you gotta learn to just let people deal with themselves. It doesn't mean that you don't have compassion, it doesn't mean that you don't care about people. It means that you recognize that there's a very important boundary between you and other adults. You are not responsible for managing other people's moods. You're not responsible for managing other people's expectations. There's one person that you're responsible for, and it's you. When other people don't like your boundary, when you're letting them be in a bad mood, when you stop fixing everybody else's problems, when you stop bending yourself in knots and twisting yourself into all kinds of uncomfortable positions just to make everybody else happy, when you start drawing that boundary and you just kind of let people deal with themselves and they don't like it, it doesn't mean the boundary is wrong, it means it's working. See, people don't like it when you start changing, that's okay, let them. You gotta focus on the let me part. Let me manage myself. Let their mood be theirs. My mood is mine. Let their life be their life to fix. Let me focus on my life and the things that I need to fix. So here's what I want you to start practicing. When someone comes at you with an attitude, when someone's energy is off, when a text feels weird, when you catch yourself spiraling, when you start feeling like you gotta become the police or the parents to grown adults, I want you to say to yourself out loud if you can, let their mood be theirs. And then you say, my life is mine. See, you can care about people without absorbing their problems. You can have compassion that somebody is in a bad mood or feeling disappointed or sad or low or whatever, without making it your job to fix it. Përkthimi në shqip, të mësoni se si të mos merrni asgjë personalisht do të ndryshojë jetën tuaj, sepse pjesa më e madhe e asaj që bëjnë njerëzit nuk ka asgjë të bëjë me ju. Lëreni humorin e tyre të jetë i tyre, jeta juaj është e juaja. Aty është pika ku ju e merrni përsëri fuqinë tuaj. Shiko, një nga mënyrat më të sigurta për të humbur qetësinë tënde shpirtërore është ja falësh atë dikujt tjetër. Prandaj ju e ndjeni menjëherë tonin e zërit të tyre. Prandaj ndjeni sikur duhet të menaxhoni humorin e tyre, sepse në dukje çdo gjë e kanë në rregull, por pastaj sillen aq çuditshëm. Prandaj duhet të mësoni thjesht t'i lini njerëzit të merren me veten e tyre. Kjo nuk do të thotë që nuk keni dëmshuri, apo që nuk ju bëhet vonë për njerëzit. Do të thotë që ju e dalloni se ekziston një kufi shumë i rëndësishëm mes jush dhe të rriturve të tjerë. Ju nuk jeni përgjegjës për menaxhimin e humorit të njerëzve të tjerë. Nuk jeni përgjegjës për të menaxhuar pritshmëritë e tyre. Ka vetëm një person për të cilin jeni përgjegjës, dhe ai person jeni ju. Kur njerëzve të tjerë nuk u pëlqen kufiri juaj, kur i lini ata të jenë në humor të keq, kur ndaloni së zgjidhuri problemet e çdo njeriu, kur ndaloni së lakuari veten dhe së përdredhuri në lloj-lloj pozicionesh të pakëndshme thjesht për t'i bërë të tjerët të lumtur, kur filloni të vendosni atë kufi dhe thjesht i lini njerëzit merren me veten e tyre dhe atyre nuk u pëlqen kjo gjë, nuk do të thotë se kufiri është i gabuar. Do thotë se ai po funksionon. Shiko, njerëzve nuk u pëlqen kur ju filloni të ndryshoni, por kjo është në rregull, lërini të mos u pëlqej. Ju duhet të fokusoheni te pjesa më lini mua. Më lini mua të menaxhoj veten time. Lëreni humorin e tyre të jetë i tyre. Humori im është imi. Lëreni jetën e tyre të jetë jeta e tyre për ta rregulluar. Më lini mua të fokusohem te jeta ime dhe te gjërat që më duhet të rregulloj unë. Kështu që, ja çfarë dua të filloni të praktikoni. Kur dikush ju afrohet me një sjellje të keqe, kur energjia e dikujt nuk është e duhur, kur një mesazh ju duket i çuditshëm, kur e kapni veten duke u mbytur në mendime, kur filloni të ndjeni se duhet të bëheni policia ose prindi i njerëzve të rritur, dua t'i thoni vetes me zë të lartë nëse mundeni, lëre humorin e tyre të jetë i tyre. Dhe pastaj thoni, jeta ime është e imja. Shiko, ju mund të kujdeseni për njerëzit pa përthithur problemet e tyre. Mund të keni dëmshuri që dikush është në humor të keq, apo ndihet i zhgënjur, i mërzitur, i rënë moralisht apo çfarëdo qoftë, pa e bërë detyrën tuaj për ta rregulluar atë.